deri para 2-3 vitesh, ose mund të them deri para se të vija tek Andale, çdo gjë që shija në Instagram më vendosën një presion të tmerrshëm me veten dhe më bënte të ndihesha shumë e pasigurt. U krahasoja dhe thoja pse unë tani që jam 22, 23, nuk bëj kaq lek sa po bën ajo goca në Amerikë, që ajo thotë ti mund të bësh kaq para në 1 orë, 2 orë ç'a ndodh. Po, ekziston dhe ajo, po mendoj që është 1% e popullsisë që deri në TikTok dhe bën sikur është average, sikur është mesatarja. Dhe ndihesha shumë e pasigurt, them drejtën, edhe thoja, pse unë nuk mund të blej një shtëpi 25 vjeçe, pse unë nuk mund të kem makinë my dream car 25 vjeçe. Por kur erdha në Andale, do vjetën e vërtet. Jo, prit. Aty tani, duke qenë se ne kemi edhe këtë presionin që audienca jonë edhe në Instagram, TikTok është rritur. Edhe kemi edhe këtë presionin që ne postojmë më shumë gjëra. Dhe unë aty kuptova që nuk mendoj që njerëzve intereson që unë të ndaj, si tha ima, gjëra të mjerueshme ose gjëra depresive nga jeta ime. Dhe më ka ndodhur për shembull që jam në shtëpi, mund të jem super keq, mund të jem duke qarë, mund të jem super mërzitur dhe nxjerr një foto të vjetër.